Ndërtimi i pallateve, blerja e trojeve, vilave, apartamenteve dhe bizneseve ishin në bazë të skemës së pastrimit të parave të drogës të rrjetit ndërkombëtar të drejtuar nga Eldi Dizdari dhe Dritan Gjika sipas hetimit të prokurorisë së posaçme. Plot 491 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të drejt për drejt ose të tërthor të 10 personave në hetim u sekuestruan si pjesë e operacionit me vendim të gjykatës së posaçme. Sipas PAK, në skemën e pastrimit të parave janë përdorur 10 kompani ose kuota shoqërish tregtare. Një prej personave të përfshirë është Isa Aliu, i cili sipas hetimeve zotëron shoqëritë Aliu Roadhouse, Green Invest, Seaview Development dhe ARH Security. SPAK dyshon se Aliu ka përfituar para me burim nga trafiku i drogës dhe i ka investuar ato në kompanitë e tij. Sipas dosjes hetimore, një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave është transferuar në Shqipëri në formë kesh për të shmangur sistemin bankar dhe më pas është investuar në pasuri të paluajtshme, aksione kompanish dhe biznese, kryesisht në sektorët e ndërtimit, hotelerisë dhe konsulencës. Prokuroria thotë se pas injektimit të parave në kompani Aliu Roadhouse gjatë vitit 2021, ajo nisi aktivitetet në sektorin e ndërtimit, fillimisht si nën-kontraktore, me qëllim justifikimin e flukseve të mëvonshme financiare dhe zgjerimin e aktivitetit. Mes pasurive të sekuestruara janë dhe kompanit FG Invest, Altea Invest, STNPM, si edhe kuotat e shoqërisë në pronësi të Shpëtim Bibajt, ndaj të cilit është caktuar masa arrest me burg. Nga provat e siguruara përmes platformës Sky ECC, SPAK ka identifikuar 266 pasuri të paluajtshme në Tiranë, Durrës, Elbasan, Hamallaj, Lezhë, Shkodër, Himar dhe Sarandë. Bëhet fjalë për vila, apartamente, dublekse, hotele, troje dhe vende parkimi, përfshirë 121 pasuri në një kompleks turistik dhe rezidencial në Hamallaj në Gjirin e Lalësit. Në listën e sekuestrimeve përfshihen gjithashtu apartamente, njësi tregtare, automjete dhe 209 llogari bankare. Vlera totale e pasurive të bllokuara llogaritet në rreth 150 milion euro. Sipas PAK, skema e pastrimit të parave është realizuar përmes blerjeve fiktive të kuotave të kompanive dhe qarkullimit të fondeve përmes huave mes personave dhe shoqërive të lidhura, me qëllim fshehjen e origjinës së palishme të parave dhe integrimin e tyre në ekonominë formale.